Ka përfunduar dorëzimi 100% i zarfeve zgjedhore për të gjithë ata emigrantë që punojnë dhe jetojnë jashtë Shqipërisë, por duan të marrin pjesë përmes votës në zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Ndërkohë, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, ka dhënë shifra deri mesditën e sotme. Jemi në procesin e shpërndarjes dhe dorëzimit të këtyre zarfeve tek votuesit. Deri tani janë shpërndar, pra zgjedhës të cilët e kanë marrë në dorë zarfin janë 154.770, pra 62% e zgjedhësve të regjistruar e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor, kanë britur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po deri në fund të ditës, sepse ne dimë se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi DL-s, do të jenë rreth 22.000. Por për të ndalur në votimin brenda vendit, janë ngritur qendrat e votimit elektronik në Vorë dhe në 110 në Tiranë, ndërsa kryekomisioneri Celibashi njofton qytetarët që mund të shkojnë për të bërë testimin e tyre. Më së pari ai që ka të bëjë me votimin elektronik në Vorë dhe në njësinë numër 10, ne prej ditës së sotme në 4 pika të njësisë numër 10 në Tiranë dhe në 2 pika të bashkisë Vorë kemi ngritur qendra të informimit të votuesve, në të cilat votuesit dhe përfaqësues partive politike dhe kushdo tjetër i interesuar, po kryesisht votues të këtyre dy njësive, mund të shkojnë dhe mund të provojnë pajisjet elektronike të votimit që do të përdoren në ditën e zgjedhjeve. Do ta bëjmë këtë deri në datën 11 maj, edhe në datën 11 maj, janë 4 qendra, të cilat janë të lëvizshme në fakt, për njësinë 10 dhe 2, po të lëvizshme për bashkinë e Vorës.